Mirë se keni arë takimin e 264 të Këshillit Prokurar të Kosovës. Fillimisht me lejen e konstatoj quorumin, jemi të gjithë prezent, në emër të anëtarë, në të traktuar takimin, duke konstatuar se ka quorum për mbajtje të këtij takimi. Nderuar anëtarë të Këshillit, ju keni marrë agjendën në material me 8 pika të ditës, mirë po, dje përmes email-it zyrtarit kemi pranuar një dokument shtesë, kërkesën e autoritetit kompetent për fillimin e hetimeve disciplinore të një prokurori në Prokurorinë Themelore Prishtinë. Kërkesa e keni parë edhe vetë, ju kemi dërguar në email, bën datën 12/3/2025. Për shkak se janë afate të ngushta kohore për hetimin e kërkesës të autoritetit kompetent, për të arsyeshme me vendosi ne propozuesi pikë shtesa e ditës. Kështu që kam propozim të shtohet si pika e ditës të pika 2. A ka kush për ndonjë propozim tjetër? Nuk po, atëherë hedh votim në ratimin e rendit ditës bashkë me propozimin si pikë 2 të rendit ditës. Kush është për? Kundër abstenim në ka, atëherë konstatojmë se me 19 vota për, Këshilli Prokurar me atë rendin e ditës. Kalojmë në pikën e 2 të rendit ditës, si pikë rendit ditës se kemi kërkesën e autoritetit kompetent, përkatësisht Prokurorit të Prokurorinë Themelore Prishtinë, për fillimin e hetimeve disciplinore ndaj një prokurori në Prokurorinë Themelore Prishtinë. Sipas autoritetit kompetent, në datë 12/3 që ka përfilluar kërkesën, ka paraqitur këtë kërkesë duke u mbështetur në nenin 12 paragrafi 2 të ligjit për përgjegjësinë disciplinore për gjyqtarë dhe prokurorë, ligjet numër 06/057, si dhe bazuar në nenin e nenin 12 paragrafi 2 të rregullores për procedurën disciplinore të prokurorëve, rregullore numër 05/2019. Ju tashmë e keni pranuar kërkesën e autoritetit kompetent dhe keni si material, i cili autoritet kompetent i referohet shkeljes së nenit 6 paragrafi 2.2.10 të ligjit për përgjegjësinë disciplinore, si dhe kodit etikës profesionale për prokurorë, respektivisht neni 5, pika H ku përcaktohet se prokurori duhet të veprojë me respekt kur ndërveprojnë me të tjerët, se dhe marrëdhëniet e tyre me qytetarët dhe palët e jashtme, ashtu dhe marrëdhëniet e tyre me kolegët e vet, duke përfshirë provë dhe varësitë e tij. Sipas përshkrimit të ngjarjes, në kërkesën e autoritetit kompetent, ka dyshime se prokurori në fjalë ka shkruar shkelje disciplinore, siç thash më parë nga neni 6 i ligjit për përgjegjësinë disciplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në bazën e këtij, jo e keni materialin dhe keni të përshuar në detaje sipas autoritetit kompetent si ka vepruar prokurori, kështu që nuk kam nevojë me detaju më tepër. Autoriteti kompetent ka kërkuar që ndaj prokurorit fjalë të hapur procedurë disciplinore dhe konform nenit 7, paragrafi 9 në paragraf 1.2 të ligjit njëjtë të shqiptohet masa disciplinore vërejtje publike me shef. Atë shën dikush më marr fjalën. Se për këtë kësaj kërkese, jo nëse jo atë e hedh votim, kush është për miratimin e kërkesës së autoritetit kompetent? Kundër, abstenim, një abstenim, 2 abstenime. Atëherë, me 9 vota për dhe 2 abstenime, konstatojmë se u aprovu kërkesa autoritetit kompetent. Atëherë ftojmë zyrtarin e panelit në vjet listën në emrat e prokurorëve për të zgjedhur anëtar panelit të ndërmorë. Prokurorinë Themelore në Fej. Agim Kuka, Prokurorinë Themelore në Ferizan. A ka nuk e di që atëherë ta e targojnë. Atë së ndrojmë, Habibe Sani, Zoguria të vërtet speciale. Atëherë konstatojmë se anëtar... Jo, edhe një nëse agimi u hjek, pasi të ka punu bashkë, edhe një për anëtar e parë. Enes Gashi, krye prokuror, Prokurorinë Themelore në Gjasë. Atër Habibja, Enisi, edhe Versari, si pas
Sipas kësaj, nisi është kryesuesi i panelit hetimor në Zgash. Atëherë zgjedhet edhe 2 anëtarë rezervë i panelit hetimor. Sebahat Sinani, prokurorit e aferit. Kto rezervë? Sebahat është rezervë. Ikrami e Bojaxhi, prokuria e aferit. Kamina se batën heqë. E hek, Burim Qerkini, kryeprokuror Burim Themelore. Edhe kjo është ferizohet, edhe është ashtë. Shumë e kokë. Petrit Kryezio, kryeprokuror Burim Themelore. Me qenë se janë zgjedhur edhe anëtarët e panelit edhe anëtarët e rezervë, kush është për miratimin e këtij paneli hetimor këtë llogarie? Kundër, abstenim, 2 abstenime. Në vota për 2 abstenime konstatojmë se Këshilli themelon panelin hetimor për hetimin gjithë së ndaj prokurorit të prokurisë themelore të Prishtinës. Faleminderit, kalojmë në pikën e 3 të rendit ditës. Këtë pikë të rendit ditës e kemi raportin vjetor të punës së Sekretariatit të Këshillit Prokurat të Kosovës për vitin 2024. Për të referuar në pika të shkurtra, ftojmë drejtorin e Sekretariatit, zotin Samir Sejfulli, me drejtor. Faleminderit kryesues, nderuar pranishëm. Jam i nderuar paraqes raportin vjetor punës drejtorit përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurat të Kosovës për vitin 2024, ashtu siç parashihet edhe në nenin 32 paragrafin 1. Në paragrafin 1.4 të ligjit për Këshillin Prokurat të Kosovës, ky raport ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të aktivitetit dhe arritjeve të sekretariatit gjatë vitit kaluar, si dhe paraqes sfidat të cilat kemi pasur gjatë vitit që kemi lënë pas. Gjatë vitit 2024, sekretariati ka vazhduar të ofrojë mbështetje të pakursyer për Këshillin Prokurat të Kosovës dhe prokurorin e shtetit përmes 4 njësive organizative, 5 departamenteve, administratorëve të prokurisë si dhe stafit profesional dhe administrativ në mënyrë që të sigurojë që të gjitha aktivitetet e këtyre 2 institucioneve të kryen në mënyrë efikase. Fillimisht njoftoj se numri i përgjithshëm i të punësorëve të Sistemit Prokurat të Kosovës gjatë vitit 2024 ka qenë 681, nga të cilët 607 janë shërbëtorë dhe 2 janë në post në kabinetin e prokurorit shtetit. Gjatë këtij viti me ligjin për buxhet, Sistemi Prokurat të Kosovës nuk është i aprovuar asnjë pozitë shtesë. Me fillimin e mandatit dhe me qëllim njoftimit me përfaqësues ndërkombëtar të cilët mbështesin Sistemin Prokurat të Kosovës, ka mbajtur takime për përfaqësuese gjatë zyrën Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, ambasadën amerikane, ambasadën holandeze, ambasadën britanike, përfaqësues të Eglizit, ku në këto takime janë diskutuar objektivat dhe prioritetet për vitin 2024, si dhe bashkëpunimet për përmirësuar cilësinë e proceseve të punës dhe për të avancuar kapacitetet të stafit profesional dhe administrativ në sistemin prokurat. Përveç takimeve me përfaqësues ndërkombëtar, kemi mbajtur takime me përfaqësues vendor. Poshtë në muajin janar të vitit të shkurt 2024 kemi vizituar të gjitha prokuroritë në nivel vendi, ku kemi mbajtur takime me kryeprokurorin e shtetit dhe gjithë kryeprokurorët tjerë me stafin administrativ, ku janë njoftuar për së afërm me sitat që ballafaqohen në të njëjtën gjatë proceseve të punës, si dhe kërkesat e tyre për vitin 2024, e gjithashtu ka vizituar dhe takuar pothuajse zyrës për mbrojtjen e viktimave. Në vitin 2024 kemi themeluar grupe punuese për zhvillimin e takimeve me aktorë kompetent për të bartën e objektit C të Pallatit Drejtësisë, ku është prokuria themelore në Prishtinë, dhe të kalojë në menaxhimin e sistemit prokurat. Po ashtu duke qenë sfidë për sistemin prokurat në fillim vitit 2024 ka qenë nxjerrja akte në ligjore, për shkak se gjatë vitit 2023 ka hyrë ligji në fuqi për zyrtar publik,
Në bashkëpunim dhe me autorizimin e Komisionit për Çështje Normative kemi themeluar grupe punuese për hartimin e 3 rregulloreve të cilat pastaj janë finalizuar nga Komisioni për Shërbim, që kanë qenë 7 rregullore dhe këto rregullore kanë pas për qëllim të shërbejnë për zhvillimin e procedurat, planifikimit, rekrutimit, emërimit, disciplinimin, transferimin dhe të tjerë në stafit administrativ në sistemin prokuror. Gjatë vitit 2024 janë nënshkruar gjithsej 34 kontrata, për këtyre 4 procedurat prokurimit kanë qenë me vlerë të madhe, 24 procedura me vlerë të mesme dhe 4 procedura kuotimi me çmime dhe 2 procedura me vlerë minimale. Po është e ofruar përgjigje në tërë sistemin prokuror 275 ankesa për këtyre 60 raste, është ofruar çastën dokumente publike 212 përgjigje të kërkesave, por informata dhe të dhëna statistikore që janë realizuar 3 intervista për mediumet të ndryshme. Gjithashtu janë hartuar dhe publikuar 179 materiale nga paketa informuese, për i tyre 152 komunikata, 9 reagime, 18 njoftive dhe janë publikuar në web portalin sistemit prokuror 686 materiale të ndryshme, për i tyre 170 janë publikuar në faqen zyrtare në Facebook, po ashtu dhe janë publikuar dhe 12 buletine mujore. Gjatë vitit municipal janë certifikuar 13.204 faktura, cile shpenzimet të buxhetit në vlerë prej 15.130.705 që i bie total 96.17% e buxhetit përfundimtar. Gjatë periudhës raportuesi janë publikuar konkurse në 87 pozita për shërbim civil dhe kanë filluar punën 68 zyrtarë të rinj, ku janë punësuar 13 prej tyre. Po ashtu janë përgatitur procedura standarde veprimit për shërbimin elektronik të dhëna përmes prokurive dhe doganës, procedura standarde të operimit për fshirjen e shënimeve në sistemin për menaxhimin informativ të lëndëve, procedura standarde të operimit dhe sigurimin e teknologjive informative në sistemin prokuror dhe manual për përdorimin e sfidës sipas avancimit të tyre. Gjatë kësaj periudhe raportuesi është përfaqësuar këshillin në 55 seanca gjyqësore, janë proceduar 31 përgjigje në paditje në gjykatat e Kosovës dhe janë proceduar dhe shkesa tjera në gjykatë varësisht prej kontesteve gjyqësore. Gjatë vitit municipal 2024 të cilën drejtori kanë nxjerrë 665 shkesa të ndryshme, prej të cilave 462 vendime, 153 autorizime dhe 50 shkesa të ndryshme. Dhe krejt në fund, vlen teksohet gjatë vitit municipal është marrë iniciativë për renovimin e objektit në sistem prokuror, ku disa prej tyre veç janë përfunduar, ndërsa të tjera pritet të përfundojnë brenda një periudhe shumë të shkurtër. Po ashtu edhe sekretariati ka pas disa sfida gjatë vitit 2024 në sistemin prokuror, ku është ballafaqur me efekt posaçëm mungesa vazhdueshme e buxhetit, gjë e cila po ndikon direkt në punën e Këshillit Prokuror të Kosovës, si dhe prokurorit të shtetit, si në rekrutimin e stafit të nevojshëm administrativ në realizimin e infrastrukturës për krijimin e kushteve minimale të punës të punësuarve në sistemin prokuror, si dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore ku janë paraportë me stafin administrativ dhe mungesa stafit administrativ. Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Për më tepër detaje të gjitha aktivitetet të cilat realizohen në vitin 2024, kemi pasur në raport ku atë raportin kemi dërguar me kohë së bashku dhe me raportin e Këshillit. Faleminderit për prezantimin saktë të këtij raporti. A dëshironi kush më kanë forma në Nderuar kryesues, zëvendës kryesues, anëtarë të Këshillit, nderuar pranishëm, faleminderit shumë drejtor për raportin e për dhe është një punë që neve na ndihmon ose na lehtëson me arrit shkallën të dëshmuar të efikasitetit të punës tonë. Që të falenderoj shumë për angazhimin tuaj dhe këtu dua të ngris çështjen e buxhetit. E thatë dhe ju gjatë paraqitjes së raportit dhe më janë shumë kënaqur se vazhdimisht të unë dhe kryesuesi është dashur dhe duhet ta potencojmë në mënyrë të veçantë mungesën e buxhetit, sepse qeveria nuk ka ndonë jepe buxhetore as për pozitat të cilat me ligje janë të parashikuar. Kur them këtë, janë me vite që neve nuk kemi referentat e ndërmjetësimit, edhe pse ligji për ndërmjetësim ka paraparë këto pozita. Janë me vite kur nuk janë plotësuar pozita për bashkëpunëtor profesional, edhe pse ligji i prokurorit të shtetit parashef që secili prokuror në klasë të bashkëpunëtor profesional. Pra, mungesa këtyre mjeteve buxhetore
edhe shtërson në masë të madhe punës e gjithë sistemit. Mungesa e mjetëve për ndërtimin e objekteve, për blerjen e objekteve. Sot e keni Mitrovicën, e keni Prizrenin, që për shkaqe burokratike nuk realizohen kërkesat për të gjetë vendi dhe për të ndërtuar objekte. Pra ne paguajmë shuma marramendse për Qiranë. Edhe objektin në cilin jemi ne dhe këtu sot është objekt në Qiranë. Dhe nuk e dim kur, a do t'jem nesër apo pas nesër në të zyrë dhe ku do shkojmë. Mos flasë edhe për shumat që i paguën Këshilli Prokurorial për siguruar zyrët vendet tona të punës. Pra, kur neve jemi në kësi situate, atëherë si pritet nga ne efikasitet më i madh, kur kushtet tona të punës nuk janë të tilla që na e lehtësojnë dhe mundsojnë një efikasitet të tillë. Edhe njerë të falenderoj dhe të përgëzoj dhe të inkurajoj që në vazhdimsi të bëni kërkesa të gjitha institucionet kompetente për marrë buxhet dhe për të na lehtësuar punën neve si prokuror shtetit dhe gjithë stafit administrativ që mbështet punën e prokurorit shtetit. Faleminderit. Faleminderit prokuror, dikush tjetër, atë shën dikush më folën. Po, Faleminderit kryesues, nuk kam me diskutu, vetëm një çaj ndoshta për drejtorit ne kam dërguar një email me shkrim, ku kam kërkuar që në raport të përfshihet edhe pjesa anëtarëve jo prokuror, asnjë ai të raporti tjetër, pratika tjetër disa, nuk ka kjo është sekretariat. Dikush tjetër s'ka, atër kush është një votëm kush është për miratimin e këtij raporti, sekretariati i Këshillit Prokurorit të Kosovës për vitin 2024. Kundër, abstenim nuk ka, atër konstatojmë se me 11 vota për u aprovu ky raport. Faleminderit, kalojmë në pikën